Moderatorja e bukur Kiara Tito ka shpërndar një tjetër moment të veçantë nga jeta profesionale e partnerit të saj, fenomenit shkodran Louis Ailey, duke vënë në pa mbështetjen e saj të palëkundur në çdo hap të tij dhe duke treguar se dashuria dhe respekti i tyre shkojnë përtej sferës personale. Këtë herë, ajo ka qenë pranë Louisit në studion muzikore, një vend ku muzika dhe krijimtaria marrin formë, aty ku Louis Ailey po regjistron këngët e tij të reja, të cilat fansat e presin me padurim dhe që pritet të shndërrohen në hite. Në foton që moderatorja ka publikuar, shfaqen të tre bashkë me kompozitorin e njohur Klodian Qafoku, një emër që për çdo bashkëpunim garanton sukses dhe cilësi të lartë artistike. Atmosfera që përcjell imazhi është e ngrohtë, harmonike dhe e thjeshtë, duke treguar një ambient pune ku respekti, përkushtimi dhe kreativiteti bashkohen në mënyrë të natyrshme. Kiara, me buzëqeshjen e saj karakteristike, duket e përqendruar dhe e përkushtuar ndaj detajeve të punës së Louisit, duke reflektuar mbështetjen e saj të pakushtëzuar, ndërsa ai, me energjinë dhe pasionin që e karakterizon, tregon një tjetër herë se është artist i dedikuar që di të përçojë emocione përmes muzikës së tij. Fansat që e ndjekin çiftin me adhurim janë mahnitur nga kjo foto, e cila nxjerr në pa një dimension tjetër të marrëdhënies së tyre, atë të mbështetjes profesionale, respektit të ndërsjellë dhe bashkëpunimit artistik. Të tre, në këtë skenë të thjeshtë por plot ngrohtësi, reflektojnë miqësi, përkushtim ndaj artit dhe profesionalizëm, duke treguar se pas çdo suksesi të madh që fansat presin, qëndron një punë e përbashkët dhe një atmosferë e shëndetshme krijuese. Ndjekësit e tyre presin me padurim projektin e ri muzikor të Louisit, i cili me gjas do të shënojë një tjetër kapitull të suksesshëm në karrierën e tij, duke e konfirmuar jo vetëm si një fenomen të muzikës shqiptare, por edhe si një artist i vlerësuar për seriozitetin dhe pasionin që investon në çdo këngë.